Jam Mirjana Çukaj, sa dola nga prokuria për çështjen e vllait tem, Mirel Çukaj, i cili është gjetur i vdekur në malet e Kelmendit. Policia e ka si aksidentale, kurse unë dyshoj se vllai jam është i vrarë. Vllai jam dyshoj se është vrarë për parcelën e drogës që është gjetë në Malcina Malle. Në atë parcelë janë gjetë 980 raj drogë. Policia e shtetit ka dalë, i ka agjësua. Në vitet e funit, vllai jam është marrë me drogë, ka kenë edhe i dënuar nga shteti për kultivim kanabis sativa. Unë kur ndava me ortakun, se nuk mujta ma të hecja rrugës, me ortaku heci para meje dhe ka dalë te vllai jam, ku ishte i rrëzum. Ortaku i tim tha, gzim preldakaj, e pyta, a ma pave vllajn? Po, tha, e pava, tha. Kish ra në Homnell. A kish ndru jetë? Po, tha, vllai jet, tha, ka vdek, tha. Po telefonin e vllajt, a pave? Po, tha, e pava, tha, se një gjova zilen, tha, dhe ra në rrugë. Ishte ra në rrugë. E pyta përse se more telefonin. Me tha, nuk deshta ta prekë. Edhe ma vonë, telefonin, policia nuk e ka gjetë askun telefonin e vllait tem. Edhe është shumë e çuditshme, si shkajaj direkt ke veni i ngjarjes së vllait tem. Dua që ta zgjidh çështjen e vllait tem, se dyshoj se dikush nga ortakët e tij ka dorë në gishtin e vrasjes së vllait tem. Dyshoj se nga telefonatat që ka bë me te, si ka thirrë fugonin, që të pretin fugonin orën 11, shumë dyshime kam. Dyshoj se vllai jem ka ndryshuar rrugën, nuk ka ra rrugës ku kanë kenë, që kanë pas parcelën e millën me drogë. Dyshoj shumë gjana te ortaku i tij. Dyshoj se ata kanë marrë bind, kanë dashur të shesin, beshon që mos i japin hise vllait tem. Vllai nuk e ka pas për të më kthy atë ditë, është të kthye 2 ditë përpara. Edhe mënyrja si vllai ka devijuar rrugën, edhe ka shku te ai shteg. Unë dyshoj se vllain tem o është i shtym, o është i ram nga mrapa. Kërkoj drejtësi nga shteti që çështja e vllait tem të zbardhet sa më parë.